Të nderuar teleshikues mirë mbrëma. Emisioni Histori sportive sonte I kushtohet sportit të shahut. Është një sport me shumë traditë në Shkodër, shah është luajtur prej shumë vitësh në këtë qytet dhe duhet të thënë që emrat e mëdhej këtij sporti në shkallë kombëtare vijnë pikërisht nga Shkodra. Për të folur për historinë e këtij sporti në përgjithësi, por edhe për karrierën sportive në veçantë të tij personale, unë kam ftuar sonte Benard Leken, një veteran që sot është në moshën 74 vjeçare, por karriera e tij sportive është mbi 50 vite në sportin e kuadratit të vogël, kështu quhet ky sport. Mirë se erdhe, Benard. Faleminderit për ftesën, erdhe me kënaqësi në studion tuaj. Përshëndes gjithë teleshikuesit që na shikojnë. Unë do të mundohem të japi pasqyrë pak a shumë shkurt, me shumë mungesa sepse as sa më kujtohen. Po gjithsesi kam një karrierë gjatë që unë kam marrë pjesë shumë vite, janë bërë 55 vjet që unë jam fut në fushën e shahut, jam fut në skuadrat e shahut, edhe ku marr pjesë aktivisht ndoshta edhe sot, duke përgatitur në një fëmijë, në një gjë kështu, ai që e ka me dëshirë zgjidhimin e këtij sportit. Kjo në fakt ndoshta edhe sot kam bindjen se nuk shkon, sepse unë jam dëshmitar që ju sot jeni shumë aktiv në sportin e shahut, sidomos në organizimet e kampionateve lokale dhe kombëtare, por edhe në shahun e luajtur, kryesisht me veteranët, jo shumë larg se bashku me kolegun tuaj Eduard Gjoni, Eduard Hoxha, ju keni zhvilluar 2-3 kampionate në shkallë rajonale, sepse në Shkodër është edhe qendra e shoqatës rajonale Rozafa për sportin e shahut. Është vërtet, unë faktikisht, sportin e shahut, unë e kam filluar vonë si mosh. Domethënë kam marrë maturën, atëherë jam kushtuar sportit shahut. Por për një sportist, as vonë që fillohet shahu në moshë të madhe, po them, ose moshë 18 vjeçare, 19 vjeçare, është pak a shumë vonë. E duhet fillohet më herët. Por ndoshta fatmirësisht ose rastisht, unë fillimet e mia I kam pas shumë të mira. Edhe unë kam marrë pjesë për shembull në Spartakiadën e dytë kombëtare, që është zhvilluar në vitin 1969 në Tiranë. Në këtë Spartakiadë, ekipi jonë I vllaznis për shahun, se Spartakiada zhvillohet në gjitha llojet e sporteve. Pjesëtarët e ekipit kanë qenë mjeshtër I sportit me një vejizaj, kampion kombëtar, një vit, po pjesëmarrës në shumë olimpiada botërore. Në tavolinë dytë, ka luajtë Gasper Simoni, ky kandidat mjeshtër, një person shumë I mirë, pedagog I Universitetit Luiz Gurakuqi, në matematikë, edhe ky ishte person që kishte një misi të madhe me gjithë shahistat, se ishte njëri shumë I mirë, por ishte njëri I barazimeve. Ai pothuajse nuk unë të kur. Edhe vazhdoi më poshtë në tavolinë të tretë, lutë Qes Jubani, I njëri Qes Juban, që ai ka pas një karrierë tepër të gjatë me sportin e shahut. Ai mund të kenë luajt, ka filluar në vitin 1951, e nuk ka shfuar shahut deri në momentet e fundit të jetës, domethënë. Klubi I shahut për të ishte një shtëpi e dytë. Edhe fatkeqësisht të tërë këta personat të tërë nuk jetojnë më, se kanë pasi edhe I moshët, po na kanë lënë kujtime. Pra ky është brezi I parë që ju debutuat në ekipin e vllaznisë si I ri në moshë, po? Unë si I ri në moshë I kam gjetur ata këtu, kam gjetur persona të tjerë, për shembull, persona që njihen, për shembull ka luajtur shah shumë mirë. I njëri sot, por Skënder Deni ka qenë tepër I njoftën, ishte Teodor Tavangjiu, Leonard Mikej në kohë që shumë shpejt iku në Tiranë, se kështu ishin rrethanat e jetës. Por para këtyne, mund të them s'ka gjë që para këtyne, domethënë para viteve 50, po them të vjet 50, tu ka luajtur shah Abdul Shala, I njoftën ishte edhe berber, I ati I mësuesit të mirë njohën edhe qytetar në Edi Shkodër, I Mohamed Shals. Ai ka luajtur, pastaj përsëri babai I profesorit, Babai I profesorit, ka luajtur shah shumë mirë. Edhe ishte në fund ishte gjyqtar shahut, ka luajtur shah shumë mirë, ka marrë pjesë në finalet kampionatit kombëtar, se as ka pas mundësi, ndoshta s'ka pas fuqi me dal në vendet para, po gjithsesi me dinjitet ka përfaqësuar Shkodrën. Me kujtohet një emision që kemi qenë radiofonik së bashku në Radio Shkodra, kur kemi pasur edhe një ndërhyrje nga
profesori i nderuar Muhamet Shala, me siguri. duke na sharuar edhe traditën e familjes së tij. Si ishte babai, meqense e komentuat si ishte babai i profesor Muhametit. Ai profesorin e kishte berber. Po ikte me qef në për kampionate, glete punën, se privat ishte në atë kohë, se po tam vitet përpara, shumë përpara, ka vitet 50, po gjithsesi atje ku shkote, e di se i merrte vegët e punës me vete, edhe për shembull ata që ishin gjyqtar aty e lojtar, i qehtë, i bante shërbimin, domethënë, shërbimin e berberit me shumë dëshirë. Edhe ata thjesht me qef, e di një konkurs patarth me Mina Peqi, ka një person që bante problema shoh, po tepër i njoftun. Po gjithsesi flas për Baraza shumë të kaluam, domethënë që nuk jetojnë më. Bile më kujtoj tjetër gjë që e di se në Shkodër ka luajtur një femën me moshë të madhe, po kishte dëshirë shumë shohën e ka qenë Ida Melgusha. Ai bite pianos, dite gjot huja shumë. Edhe një herë kam pas shkuar aty se i thash jam shahist, e më prite me shumë dëshirë, me shumë dashamirësi, edhe ka pas shtëpinë diku te afër shkollës 11 janarit vjetër. E kujtoj shtëpinë e vjetër të saj. Pra edhe në atë kohë, elementi femër është aktivizuar, ka luajtur shah. Ka luajtur domethënë duket në për familje më shumë, se nuk ka luajtur në kampionate kombëtare. Vonë ka filluar kampionati femrave, bele, ajo që ka dalë parë një herë, Leonora Shllaku ka pas emrin, edhe ka qenë më i gjën Shkodrane, domethënë len Shkodër, mësu shohin Shkodër, po gjithsesi ka përfaqësu më duket Elbasanit, pa të përfunu jeta saj, përfunu aty. Po kanë e afërm, me sa më kanë thënë njerëzit, gjithsesi, ndoshta mos gaboj, ka kanë vajza tezës e Lorens Lux. E ish krye bashkiakut që ka qenë edhe sportist me basketbollin. Profesor, me qenë se filluat të komentonit edhe nga historia, nga fillimet e këtij sporti, ku daton sporti i shahut që ka filluar në Shkodër? Para sa ju keni njohuri për herë të parë. Tash me sa kam dhënë unë, me sa më kanë thënë, ja, baba mund të jetë ndoshta, baba mund të jetë pak a shumë ndoshta në të parë. Bashkë me Abdylin, po them se s'po përjashtoj. Por di se a luajt baba juaj që quhet? E ka pasur Angelin Leka, i kanë thënë shkurt e Mislin. Ai ka luajt shumë me Migjenin, domthon për flest e vitet, se Migjeni ka vdek 1987, më sa di unë. Ka luajt mirë Migjeni Sham, thote. Edhe shahu ka filluar në Shkodër në konviktin Malet Tona. Malet Tona di edhe këtë gjë që më thonë njerëzit, konvikt ishte, ishte konvikt i mbyllur. Po di që shahista kanë ka përsy gardhin me shku me luaj shah me pjesëtar që kanë në konvikt aty. Edhe aty ka filluar, ka kanë baza para shahut. Një konvikt që sipas informacionit e ka pasur student zënës emra shumë të njohur që me vonë ishin shumë intelektual të spikatur. Aty përveç që kanë luajtur shah, por kanë pasur aktivitete gjana ku di se si që kanë pasur në atë kohë ata. Por e di se kampionati i parë kombëtar është i vitit 1983. Por nuk ka shkuar si Shkodran. Edhe nuk kanë shkuar, dhe pse s'kanë shkuar, se s'kanë pas nivel. Por se nuk ka kanë mundësia të transportit. Pa flas vitin 1983. Ku është zhvilluar? Në cilë? A zhvilluar në Tiranë, faktikisht. A zhvilluar finalja, mund të kenë 12 shahista, njihet histori, ai njihet kampionati i parë kombëtar. Mashtrimit, po thamun, vitin 46, a zhvilluar përse ky mund të jetë viti ndoshta që quajt të marrë zyrtar ekip që kanë marrë pjesë shumë. Lojtar këtu ka kanë i pari ka dal Gasper Shoshi. Edhe ky Shkodan, po në Tiranë jetote, jetë mësim sa diu, jetë mësim në shkollat, jetë mësim të gjuhës latinisht, ditë mirë shumë i latinisht. Profesor, po më bën përshtypje sepse brenda pak minutash ju komentuat përmendet dy shahistë me shumë nivel, me të njëjtin emër Gasper Simoni dhe Gasper Shoshi. Dhe me vjen mirë që ato kanë qenë kaq aktiv me sportin e shahut. Ja, shumë aktiv. Ndonë se unë nuk ja them shumë këtij sporti sepse po sa problem nuk ka shkon ditë më thon, po gjithsesi sa për batut. Njëri për lezet. Po më vjen mirë që dy Gasper Simoni, fillimisht dhe Gasper Shoshi kanë qenë kampion të shahut në ato vite. Edhe Shkodan. Sepse po tham këta Shkodan edhe figura intelektuale të spikatura.
Në ta figura që përmana, në konvikt të në Shkodër, të malet tona nosha, nuk di se si, së mundon vitet, ka kënë edhe Esat Duraku, kampioni shumë viteve. Shahori ka fitu në Shkodër. Bile, duket baba jemi ka dha mësime shahut. Edhe aja din shumë për ndërë atë punë, ku jam prezentu, që jam djali Angelin Lex, më ka pëjt me shumë përzemërsi, bile më ka pas falë një libër, që atëherë libra janë gjithë shumë të rallë, edhe kam me mishkemin e ti, në shtëpi me filmin e ti, ai ka vdekës se mosha, ai ka datë njës 1935, e ka pasur një me qësë kjo bajnë me këtë grupin e shkodranëve, di edhe këtë gjanë, që të pakën me që jenë të historia shahut, se mëse kalujmë tema tjera. Jo, është me interes sepse publiku nuk është se kanë ndjekur shumë emisione për shahut, për këtë sport, dhe këtë emision mund të jetë një informacion më shumë për ato amatorë. Të mojnë si informacion, pakën një që diun. Mund të jenë vitet, po thamun 60-a, pak më për para, kanë kënë studenta. Qesë kjo bani, Gasper Simoni me në vejizaj. Edhe kanë pas me marë pjesë në kafet kombëtar, me shku në Tiranë, me marë pjesë që ka kanë gara në Tiranë. Po kohët e shahat përësi, janë gjata, janë 2 javore kanë kanë dikur, janë shkurtu paka shumë. Por nuk i ka thonë leje shkolla me shku. Asë kërë Simoni, asë me në vejizajt, i ka thonë s'keni drejt me shku, nuk i la me shku. Edhe ka kanë drejtar, i mirë njohërit aty në kohë, Skender Vila, ajo kanë drejtori. Por ata kanë shku, Esat Duraku, edhe Esat jashtë, kur janë këthy, i ka këthy notën sjadhe, shumë e funksionu. I ka vu notë, i notën sjadhe, edhe pa e lejmejnë përpreshin për shkollët, po ata kanë banke për natën, kanë shku, kanë kry punë. Interesant, pra nga pasioni i malë që kanë pasur për këtë sport, për të marrë pjesë në kampionate, kanë sekviku gjithë qa. Janë nërgurë pa miratimin e dëshërisë. Gjithë se këta disa që edhe të rishikushit. Dhe si ka qenë rezultati në këte aventurë të tyre? Jo, aventurët a kanë njoftë ata, Gasper Simoni s'ka humë ndeshje. Me një vejzaj... Kur them aventurë, largimi nga shkolla pa lejen e detyrisë. Me një vejzaj, në që s'ka dali pari, se në vitin 1953, me një vejzaj kampion kombëtar i shahut. Kombëtar, në moshë të i ka kanë. Masi ma vonë ka marrë pjesë në për maqe, kampion s'ka mujtë me dalë ma, po i dyti ka dalë. Gjithmonë a hanë me këta temas, me i bi pustinën e me fatosëmarën, me këta, pa i shujta figurat kryesore të aty në viteve. Profesor, jo thatë me herët që baba juaj është në parët Angelin Leka, i cili është pjesë e historisë e këtij sporti, dhe natyrshëm më keni marrë shumë nga ai. Kam marrë nga ai. Edhe fillimet e këtij sporti padyshim në pasionin apo nxitjen e familjes së babait. Nga babai kam mësu, duke e pa se lutem ministerin, e shikoshëm, ishtë në manë, po nuk lushe vetë, në manë lushe, e mësova shonën, po gjithsesi nuk ishe për përfaqësim. Nuk ishe përfaqësim, nuk përfaqësoshe vllazninën. Ku luante me tepër baba juaj? Po në klube ndoshta po në shtëpi ndonjëherë, kishim kushej toni thirrte ose në Shirok ndoshta, në Shirok ai ulte me ortan aty. Unë lash ajo lutem diell aty me ajo Shirok aty kushme që ka qenë e frekuentuar. Unë Shirok kam kujtime, aty kam mësuar biçikletën rrugë Shirokës, se rrugë gjak pak me zhavar herë zoshe herë. Ashtu po gjithsesi historia se baba lutet aty në diell aty me një kushim da kështu, po kishte një humor të veçantë dhe e kanë dashur gjithë njerëzit, kishte humor. Ju ishit i vetmi nga familja Leka që luajtit shah dhe humorit në këtë sport? Po, faktikisht unë kam pas një vlla që fatkeqësisht e ka vdek, ka vite shumë. Në mënyrë të parë në vdekje dhe ka kem mësues, po ai nuk ka luajtur shah, unë kam luajtur shah. Baba nuk ishte qef më mësu shah, me thënë drejtën, nuk ishte një pacient. Po gjithsesi kur luajshe më rritë e afër me pahe si s'pëdel, kur fillova me marrë pjesë. Si e mësove, hapat e parë, si e mësove shahun, duke parë, apo? Po duke parë, si bajnë lëvizje, mëse i fillova me lujtë, po fillon faza. Në fillim, se baba ishte i nivelit, lutem me një person që ka kënë popi i Shkodrës, Pop Lazari, edhe më të lutem, popi marrë të pjesë kampionatit kombëtare. Pop Lazari? Po. E ka pa shpinë të dukajt e reja. Ta theksojmë... Ishte shumë amator, shahat me shumë litorë i mirë. Amator, apo ka qenë dhe pjesë e vazhdimit? Litorë, pjesë marrës kampionatës. Por, besa di unë të tako, baba e mute popin. Shumë, kishë rivalitet, pa mute popin.
Përgjithsisht në sportin e shahut bëjmë pjesë edhe masa intelektuale, por ka dhe nga shtresat e tjera. Po që fa shtresat, që janë intelektuale ndoshta më shumë, po që nuk do të thotë që një tjetër. Nuk është se përbën ndonjë bazë kryesore. Nuk është bazë. Se ju e thatë më smiri me herët se babai i profesorit të minjor Muhamet Çala ka qenë berberi shumë i njohur në Shkodër dhe ishte shumë cilësor në sport. Ndoshta, po tham, deshte popullazore, ndoshta ky Abdyli ndoshta e kam mësuar ndoshta nga këta nga lije që mund të kenë pas, po tham me malin e zi, me diçka se ata kanë pas shajt më zhvilluar përpara nesh. E ka mundësi të kenë niku, domethënë e formë ku di, mund të kenë marrë për anaj pak. Nuk e them me 100%, po gjithsesi tham se dikun do të kesh bazë të mësosh. Shajin se shajs nuk mësohet vetë, do të udhëzojnë dikush. Edhe një herë si quhej babai i profesor Muhametit? Abdyli. E kam njoft mirë, kujtoj se si i të kujtoj. Respekt për Abdyl Shalin, për ish shahistin dhe njeriun e humorit, se thatë se ka qenë edhe brenda ekipit, por profesor Muhameti mori diçka nga babai i tij në sportin e shahut? S'ka marrë pjesë asnjëherë. Ja, nuk e di, s'kam informacion. Po nuk e di se ka në një klub shahut, nuk e kam pa një të luaj shah. Mund të kenë marrë. Vinte e ndiqte teatrin? Nuk e kujtoj, se ndoshta jam pak më i ri unë. Ndoshta kujtoj. Po unë se më mend Abdylin të luaj shah, unë se më mend. Se jam detnjes më vonë, e di se ka kanë gjyqtar shahut. Edhe kam fotot aty, i kam aty fotot që mund të shikojnë të shikuesit. Dhe du me dalë të tema se e lash për gjysat punën e Spartakias. Shumë rëndësishme se është një aktivitet kombëtar. Të është aktivitet kombëtar jemi. Në 69-ën thate? Në 69-ën. 69-ën dhe keni qenë një ekip model, edhe njëherë emrat? Ekip shumë i mirë, Menin Veizaj, Gasper Simoni, Qes Jobani, edhe Bernard Lega për Fuzvedi. Ekipi nga 4 përbëj? Nga 4 përbëj, ishte një rezervë. Me tavolina, tavolina parë, 2 të 3, si mas në ujtë tavolinës, ose e forës e lojtarit. Ju ishin atë moshë i 4. Unë kam lujt në tavolinë të 4, unë kam lujt me të 4 e Durrësit, e Dinamos, e Partizanit, e Tiranës. Të që këto, për të thamun, unë pati një rezultat shumë mirë. Aty kam dali pari, faktisht. Patë mirësisht, ishi dole i pari. Kam pas nivel bajakit naltë, që për një atërë kishë fidu unë, zëne, zyrtarisht. Edhe për me dalë direkt me shku kemet komtarë, nuk ka shku ka dhej. Këtu a bëha kampionati lokal shtepër i regullë. Kush ka të zanë, si ma zvene që ke zanë, ke shku. Nuk ke pas rezultat në kampionatin lokal, nuk ke shku. Dhe mon ka një drejtësi absolute. Dole, fitove, mirë, fitove. Për shumë ma dasht, për me dalë në këtë garë, për me marrë pjesë, për shumë ma dasht me mujtë të dërta Mandjon, me mujtë Skënder Dejnin, që i ka mujtë. Sa kështë vidu, ata ishin pjesë marës të kampionatit kombëtare për para. Po, unë i kalova. Edhe atje dole i pari dhe ka mujtë bajakil lojtarë të fort, që dole më avonë të fort. Por, fatkeqësisht Qanolli u shputa për shahut, u shputa 3 vjetë, se shkova bana Shqipin Ushtarak, aty rrasht dhe të ime, unë mosh, nuk ishin mosh të re, të 19 vjeç. U ktheja nga shtëria 23 vjeç, fillova prapë, unë kam lujt vazhdimisht, nuk kam shputa si herë. Ka e di që lidhja jeme e rezultatit në është edhe me karjerën të ashtë si të rjerën. Dhe të rjerën kam vidu shumë heret, me fmi, të qena kulturore sot, po shpia pionierit atë hershme. Edhe, po tham, i njeri Farifani ka propozu për mu që unë të drejtoj ekipin e shpijës pionierit asaj kohë, unë 19 vjeç shkova me drejtu fmi tjerë, po sa diferencë kishin më ata unë, diferencë 7-8 vjetë. Bile njënër ta, po thënë në nëzansë të partë mi, ka kënë Alex Qapaliku. Alex Qapaliku... Një kampion kombëtar që sot jeton në Itali. Jeton në Itali. Në Itali jashtë zëngësht i sukseshëm, ka dalë në një anketë që kanë bëjë italian para do kosh, vjetë për vjetë, ka dalë të njëj më mirë Italisë. Kam parasysh që kemi përcjell një kronik për Qapalikun, është ai bile profesorit Alfredit, shqiptari pedagogut Alfred Qapaliku. Edhe ky kena majtë misit është i ma vorë, të kena shëshnit është i, dhe kena pas diferencë 10 vjetë njëri me tjetën fix. A im ka aftu Itali 5 dit, kam shku Itali nudin e kam nejnë shpit ti. Se më thotë, kena një garë shohën Palmanova,
shkojmë me vinë bashkë, ti kemi luqa. Thot mu, edhe i ka luqa. Aty, kjo viti 2016. E mund të thëmë bila gara fundit që ka marrë pjesë, unë shkova pasafat për me lujt. Dhe luajtë në garë zyrtare? Garë zyrtare me italian. Me italian e me gjerman që ishin aty, banë manova. Si ndjetë vetën në raport në nivelli i shahut shqiptar më atë? Po të thëmë, nivelli, se unë rësot lësë shah, po s'jam përfatsu, se më kanë përfatsa. Të shkoj e diqa, unë kam atë, nuk di moralin, aftyrën, nuk di se si. Unë s'mu shkoj mu përfatsu, e me hum me fëmijë të shqit vegjel, ke parasysh. Kam atë temë, kam isaj, nuk jam këtë, se me thënë ke parasysh. Kanë ndryshuar edhe situatat, profesor, sepse duhet të pranojmë tashmë elementi i ri që në Vogli... Elementi i ka hy, ashtë në botë, po kampioni i botës 18 vjeç sot. Po 15 vjeçi, 14 vjeçi. Kemi në mosha me të vogla, edhe në Shkodër, kemi pasur rastet e Franca Shikut, kemi rastin e fundit të Trashani, ju e njëni mirë, keni drejtuar. Dhe që po thëmë, 2016, unë kam marrë atje, i kam filmat, ja, se kam filmat për YouTube ashtë. Kur kam marrë, më kanë dhënë një kupë, më kanë dhënë një shpërblim. Ashtë se prej qatë punë. Kur më përmendën të, po pëse më përmendën, tha mu më këtë marrë, hadë se keme marrë një, keme marrë një shpërblim vogël. Po ishte sërish facial, se s'kishtë në tali të përfondojmë. Sa ndeshë zhvilluat? Po du të kemë ba në ndeshje me siguri. Jo se kam fitu, kam hum, kam fitu. Po ishte puna... Prezenca ishte pozitive. Dore në vend të rejt, dore pozitiv, mora e lë, që quhet aja. U vlerësova dhe ta mblare një shpërblim. I të vogël, po ba me shkur histori pak ma lërk, ka që shaka historia, e ka që qudishme ashtë, pa ka që i sakt ashtë shteti italian, se ndorë se për kalën edhe ora. Kam kalu për më këthuj të shti, mas i mora paret, për më këthy, unë kam marru portafolin, kam marru 200 euro aty, në aeroport. Kam marrë Shqipni, ajtë mirë, se s'mu në vitë dhe marrë, mi thonë njëzë, mi vodhi dikush, po gjithë si, masi i qej fjallë dikush, a legë shukshu, pëse s'na ke thonë, masi i mujtë. Kanë marrë në telefon aeroportin, aty dori që 200 euro jem ishte aty, por kombinoj, rasia të shme thonë, janë tuet, atë mund tjetë dërkuj, kombinoj ata ledhe që kështë marrë me këtë shpërblimin, dhe më në kështë shpërblimi, nga banka që mora italiane, kombinoj me atë tjetën, me dokument që gjetën mërët ata, kombinu në bashkë, e 200 euro që mërë në Shkodër. Rasia, po sa pasërti, sa nërshmeni. është regus shumë. Të shma betet që ma betet janë të po. Profesor, diçka, si shpesh herë diskutojmë edhe në mjediset publike, pse quhet sport shahu? Po sport që që... Se është futu në radhën e sporteve, sporti mendjes, se thuhet... Sporti mendjes. Sporti mendjes, por në një farë mënyrë... Aty nuk ka... Sport shumë masive, shumë i rëndësishëm, në nivel botror. Kujtojmë ato takimet botrore që ndiqen me shumë masivitet, por një pyetje ime paka shumë... Po, pyetjen më ta bën gjithkush, dhe pyetje e drejtë është. Por nuk ka lodhi fizike. Zakonisht sportet janë ato sportet fizike. Po të tam diqa, fizike janë. Sepse edhe radioamatorizmi e ka këtë problem që quhet sport. Nështë ata pak ma nëshe, po në përpjene ma nëshe, t'jesh i binën. Sepse po të tam këtë gjanë, po të tam për i babë se din. Para viteve 60, këtu ka kënë, para shumë vendi jonë, ka kënë kejs ekonomike, kejs përgjësi. Sporti shahut ka pas 3 skeneron. Do më në versu, një shahist si një boksier. Për humje që ke, nga në shletësore, nga në dy që më tonë, do më në të kanë tonë 3 ushim më të më në tonë. Të rëtuj si dështë, sa lodhi e mëllë. A lodhi e mëllë. Janë trajtuar shahistët në kohën Vaznis që ka qenë... Vaznis, po thamë kohën, po thamë... Restoranti Mensa Vaznis? Po, në kohën e Bashkimit Sovjetik, po ta thamë për të shmenërët. Dhe sa kena pas mërdo e Bashkimit Sovjetik, shahistët e trajtu me numër më të naltë. Njësej si më janë. Pra, konsiderohet e konsum fizik, në ana mendore njeriu humbet. Humbet në pesh, është një menim maksimal. Jenë sforësin maksimal. Do të përballën në bashkëna. Unë do të menja jote, do të mund menën tonë. Pra nuk ka ideja është kjo për publikun, pra të pyetjet që ju bëra, nuk ka vetëm sforcim fizik, por ka sforcim mendor, që madje është edhe i niveleve të larta. Unë di edhe këtë gjë, që shahistët e mlaj në botë, ku losin shah, më thoshin shkoshin dhe për Olimpiada, këta ekipi jonë,
shahiste e uj, kishin thot çokolade të mëdha sa I madhi ka zep në tavolinë, që mi hangër gjatë neshjes. Këto janë fakte, se s'po qes për Me marr kaloritë e duhura. Me marr kaloritë, me zemensu ata që ki hum. Të rikthehemi te karrierë juaj sportive, ju përmendët disa emra, disa etapa, në vazhdimsi janë breza të tjerë, kam parasysh edhe Muhamet Gradecin I cili u nda nga jeta kohët e fundit, respekt për këtë figurë, që ka luajtur shumë. I përses familjar. Edhe si sportist, edhe si trajner, sidomos me ekipin e vajzave që pati jehon kampion në Spartakiada. Përpos Muhamet Gradecit, kush ishin disa emra të tjerë që në vazhdimsi ju u rritet? Ekipi, me thënë drejtën, unë kam ushqy ekipin vazhdimisht, se kanë fillu tonë, tonë që kanë fillu tonë, kanë vazhdu mësaj me ekipet e Vllaznisë. Pra keni fjallën si trajner? Unë fjallën si trajner. Si sportist, sa zati karrierë ju e sportive? Unë kam kënë trajner, po kam vazhdu, kam lujtu, deri në vitin 92. Noshta 92-shi, ja, gabojo, 91-shi, as gara fundi që kam bon. E kur kam bon? Qara sijet kam unë me këta garat. Edhe sportist edhe trener? Edhe sportist, kështë trener ishte vend veti, po sportist loshe. E fundit në 91-shi? Sepse, delshë gjithmonë, delshën kampionatën. Përshë më thotaj, po thamë përmërmen e përshnes, Mohamet Bekteshi, si kishin një blok. Unë kur loshen lojnë, I kopjoshin të bloku, që mi pas si për histori temen personale. Thote kur, po të marrë një ky blok, marë si me thanë, me në shuve në ne, po I thoshe pa mujtë mush, s'ke kush këtë ti do të mush, e kam pas në zansë dhe këtë e përshnes. Në atë një qara stijet, me 20 shkurt, në atë njëshit, unë kam kënë garë në Tiranë. Kena ba neshën e parë, kena ba dytën, kena shku të e treta, me 20 shkurt, që I kanë zhu diktatorin Enver Hoxha, unë kam kënë Tiranë. Kam marrë pjesë. Ka koinciduar. Para dreke, kam marrë pjesë në ta miting që u banë tepër të mëdha të qytetit studenti. Se shkojnë në lishim, ishim, mas diti keshim në tëre. Shkojshim, hashim buk, edhe shkojmë hotel, te Arbanëm duket ka kënë hoteli, aty aferterinit. Një zhurë, në po pushoshim, po një zhurë, makina, shkojshim, që po nëmë, që kja punë. Më thanë mu, janë të rëzu, atë janë të busë, janë bledha të përzojnë Enver Hoxhën. Dole ty në shesh? Po shkova pa tjetër. Nuk shkova të më në vend aty, po shkova e pash ku ja vunë konopin, e pash ku të heqën zvarë. Keni qënë dëshmitar aty dëshmitar. Mas të një gara, unë nërprej gara, se të si ndodhi kësë ata gjyshtarët ishin. Shkojnë si, pa të më nuk ishte. Pra kishte gara fundit, dhe me pas ju kaluat tërshirë si trener. Ja, edhe atëherë me thënë drejten, u shputa për shaj. U shputa kretë. Sa vite? Përzoj, natë e një deri, ka mundësi, deri, dëmonë një termët vjetë më shput kretë. Arsye? Pa arsye, se u shput gjithë shakë, mos kishte ma vlerë, u morë me da punë tjera, me punë familjare, punë dërgjët. Rikëthimi si erdhi? Rikëthimi edhe kështu. Rikëthimi më ka ba Qes Jubani. Qes Jubani? Pa, I njeri Qes. Ishte njeri mirë, një ka thot. Unë thot, për I tëjë, se më thanë mu marë me fëmije me kështu. Kena një talent, thot, të mirë, edhe merë ti me te, hajtë të njerë dhe I hajtë pëse po shputësh. Në 2004 nuk theva. Të njerë se ishte Franca Shiku, letar, I vogël shumë, në të kohë ka kënë 11 vjeç, kur këtheva unë, edhe mos e vazhdojë me Francë disa vite, pa ishe shumë I sukseshëm, qysh në kampionatën e parë, I dzuni I vend të rritë, mos I shkoj të rritë, edhe fitoj një konkurs, fitoj dëmonë që zësi, shkoj jashtë shtetit, ka kuptohet që familja ka ndimu shumë, sepse ishte shpenzim financiar, me shkua në e kënej. Mos edhe unë kam... Jati, Shiku ka qenë në vazhën tjetë pasionant dhe mbështetës. Pasionant, ka një djallë një vazhdimisht. A pa animin e familjes, kurse si s'mund të kishtë arritë, se familja ka në determinant, jo me I blej libra, jo me qubë, me mjeshta. A I Franci I vogël që ju keni rritur si shahiste, tashme është një mjek stomatolog. Mjek stomatolog shumë I suksesshëm. E përshëndesim dhe Franca Shiku. Nuk mund se sa vite është kampion, po. Një 3 vite është, a 4, nuk I sa vite është, mi morë shumë vogël, është me titullin matë nalë që më tjetë, mjeshtër në kombëtar. Emrat e tjerë që kanë dalë nga duart tuaja, emrat e njohur? Të shtë emrat njohur, po thoi, se po thamë, çdo 10 vjeçar ka pas berzën e vetë. Për shembull, po thamë, Luan Duka, I njoftën shumë, ishte në tavolinë parë të Shkodër edhe shumë I suksesshëm, sa ba
kampione kështu, po gjithsesi tepër i fort. Muhamet Bekteji që përmena, Aveniri i Bërshimi, kjo është një brez. Mos e kaloj ky brez, rritet ky brez, vjen tjetër. Elvis Pjalmi. Elvisi ka këllë të vërdorët mija, nëse pak. Me ke ka qenë kryesisht si trener me Qes Jubani? Kryesisht me Qes Jubani. Elvis Pjalmi e kujtoj, e kemi komentuar. Mu përmen shpesh Elvisi, e falënderoj shumë, nga zërma, po nuk shoh se kam bën një kontribut mal të Elvisi. Jo, rëndësishme është pjesë historisë, ne do përmendëm emra dhe Elvisi në kampion kombëtare, me 3 kampion kombëtar disa vite, nuk mund t'i them vite se nuk kujtohen. Po tepër jo, tepër. Unë kam ndjekur këto Ti ke ndjekur që keni vite që merrni me këtë punë. Këto periudha dhe i kam përcjell në media, qoftë Elvis Pjalmi, por edhe Anton Gorakuqin, edhe harrohet të bësh tjetër prap Anton Gorakuqi 1995 kampion kombëtar. Sa herë më falënderon tim që i bën të lojtar, më përmendë një herë, bile një herë të shpreh histori me qesha kjo. U ishin një gjysmë finale. Antoni ishte rrit, ishte bën lojtar i mirë, u bë kampion kombëtar më vonë. Mjek i njohur. Do të lushim me Antonin. Të shkoj edhe çka këtu është gjan punë materiale. Dolet në kampionat ball për ball di? Po ball për ball. Gjysmë finale në Durrës. Unë fakt kishte të probleme tjera ekonomike, familjare, po thëmë gjithësi, se u kishin një personsh. Po personshi do të justifikohet me rezultat, se s'më të stajf të shteti këtë. Po kanë qenë normat, kategoria parë. Normat, ishin normat. Ai si merrte kategorinë e parë, kishte personshin, madje sipas normave edhe trajtimin ushqimor. Ashtu ishte. Edhe Antoni luajte me Antonin. Mu do të fitoria me Antonin se duheshim justifiku këtë personshin dëm. E trajtimi ushqimor s'më thënë, po personshin. Antoni do të me mujsezman. Po do të me dhivon, po që të pëti, se më thonë që për më kështu, unë e mujta se kishtë do të me dhivon. Ja kërkove ndeshin? Ja, nuk e kërkove, se më erdhe si muare, po të është të thoshë këtë duhet me ditë vetë këtë punë, se së më stë. Por nuk toleroj janë? Ja, nuk toleroj, jo. Dhe ju e mundet? Mu deshtë me i mujtë, nuk i ditë cili vjetë, së mund të thëmë vitë. Me merit e mundet? Ja, me merit, masaj mua vonë. Ndoshta nëse po na ndjek Anton Gorakuqi mund ta kujtoj. Të duel. Fakt është kë. Po na ndjek Anton Gorakuqi. Si ishte po ala mjeshtër, domethënë ishte ata. Po ka pas nivele. Ishte pak më së shkoi rriti nivelin, u bë kampionare. Ka pas mujt një mjeshtër të madh bullgar në kampionat atje botnor. Tepër të njoftën, u bën shaj shumë i mirë. Ke kemi emra të tjerë të kësaj natyre që kanë dalë me titull. Pjesë të ekipit ka kanë Rok Simoni, vllai Gasper Simonit. Po jo nivel sa Gasperi, ka marrë pjesë. Ka kanë Baki Gjoliku. E kujtoj. Do të vangju. Bile kene historinë më, se historinë që shëha ka se ku shkon në për qytete. Rruga është me autobusi, jo treni. U shkote me tërë. Janë kujtimet e sportit. Kujtimet e sportit me qeshtë. Secili sport ka atë vetat të shiktanë jashtë sportive. Shkojmë në Unisna për Shkodrët, me shku në Tiranë, do të shkoshim Laç, në Milat, ishte tereni për marrë tereni, po tereni vanote. Që më bëjmë? Po shkojmë po ham byrek. Që më bëjmë ham hajk byrek. Me që ki byrek, e pyjtë Bakiu. Baki Gjoliku. Po, i thot... Ka qenë njëri me humor? Njëri mirë me humor, i drejt, ishte i drejt. Edhe... Kujtojmë që bashkëshorët e ti ka qenë edhe në postë drejtuese. Po, ka qenë postë drejtuese, edhe... I thot aja, byrek i kam me kos. Po mirë në jepë, që më thonë. Mojnë byrek na, byrek thot kajt, s'ke që ku qa menë si litë e singarit. Më qoqë, i thot kë, Bakijet e shti. Ku është kosi? I thot, ku kanë kosin më i thot ta, për të s'ka ku qa menë. Po se ma shak thot, a deshte mi hone kosin mi luga, e që të më thonë, në mu i kos, janë të gjona shtë momentit, e ke parasysh, si krejon ka herë kështu. Shtu jenë shumë, sajnë. Por në vazhdimsi ka pasur edhe emra të tjerë dhe fillon të dalin edhe disa emra edhe nga rrethinat, edhe nga Kopliku, kam dëgjuar se ka pasur... Kopliku po ka kënë Gzim Noka, që e përshnes, lojtar shumë i fort, shumë i mirë. A i përmend të, profesor, se janë me interes. A i vazhdon... Nuk vazhdon shonë, duhet me thonë. E kena afru disa herë, ty lutë, që hadet e ekipi Vllaznis,
por duket ai vetë nuk e nin forse me lujt mosha. Prandaj ka përfaqësuar Koplikun, po Vllaznin kena dalë kampion kombëtar me ty pa gëzimin në ekip. Kampion kombëtar. Kemi kampion të tjerë që nuk i trajtuam ndonjë përpos tyre emrave. Domethënë, Anton Gorakuqi kampion, Franca Shkiku kampion, kampion Elvis Pjalmi tham. Elvis Pjalmi mund të kenë 9 kampion. Po shumë i njoftun. Tashin nelt, që më thonë nelt, çes kjo bani njëri ky gjithmonë fitote çmimin e lojës më të bukur, që kishte një lojë, një fantazi e qesut ishte jashtëzakonshme. Një etapë me vete është konkurimi i femrave dhe kjo fal edhe Muhamet Gradesi me motrat Albana dhe Marina Vuji dhe Ylvije Buriqi, Arta Alushi. E kujtoj këtë katërshe, këtë formacion ideal që meritojnë respekt për Arta Alushi, Ylvije Buriqi dhe 2 motrat Albana dhe Marina Vujić. Muhamet Gradesi ka bërë një punë të jashtëzakonshme me ekipet e Shkodrës, me femrat kryesisht. Sidomos me femrat ka qenë absolut kampion. Na nuk e përmenda, po ta një kena pas shumë vite të njerin sot që më të Buazerin. Ai ka kanë të njerin. Shumë drejt e kujtoj. Shumë vjet. Bëni mirë që kujtoni kujtoj periudhën e tij. Kujtu po atje se ka shumë vjet ai. Masi Kuela Qemali e mori Muhameti. Edhe teksa komentoni që Mal Buazerin më njëherë më vjen në kujtesë dhe Mithat Abdurrahmani, një mik i tij afër, që ishte me voleybollin, ishte më tepër lërat me dorë, por ishte ai brez se unë i kujtoj. Mithati na ka ndihmu shumë, domethënë me të njërin baja xhami me këtu, ne hyte që kone me një mushahun e gjitha, na ka ndihmu me thonë drejtën, edhe ka shok i babës tem. Nuk lodesha shumë, se baba mute. E baba ku i mute njerëz domethënë kish fitote një humor. Njerëzit shifshin rrumullak për çfarë po i thotë, më ke parasysh nga smote baba njerëzit që kishin në veti, nga smote. Profesor, periudha e fundit ka një lëvizje në elementin e brezin e ri. Unë komentova Trashanin, edhe njëherë emrin si kampioni 9 vjeçari Henri Trashani, po. Henri Trashani është një nga kampionët e fundit. Unë kam aty në ata fotot. Ju jeni marrë shumë me te. Por kemi disa emra të tjerë të kësaj moshe që po spikasin. Tash e di çfarë tjetër, se po dal prap në dikun tjetër. Kemi edhe kolegun tjetër Temali i cili ka luajtur shah dhe tashmë është edhe trajner. Temali është trajner, ka luajtur shah, po ndoshta ka luajtur pak. Po është trajner, është po gjerë elemente, ka elementa të mira që po i servit edhe po i gjerë. Kurse po tham unë Henri, di çfarë tham. Çfarë vlerësh ka dhe sa të ardhme ka sipas jush? Unë po dalë te Henri, mos e po tham diçka tjetër. Unë kam përfaqësuar shumë herë. Se në drejt mbylljes së emisionit, kështu kemi sinjal nga regjia, se duhet ta. Atë unë kam pas gjithmonë ekipe të rish, gjithmonë i kam pas suksesshëm, gjithmonë i kam pas kampiona, e po rëmeni, Erion Vogli. Kam shkuar në kampionat shkollave. Joana Pranci, Vajs, kampionat shkollave, edhe këtu i kishin frikë tona e fitote. Dejan Neziri, të në gjithmonë berazat të shikë të afru, ne ka fundi. Në duhen emra, sa më shumë. Edhe të shinë fund, është Henri Trashani që jam marrë disa vite, kam qysh dy në moshën shumë vogël, të shesh 11 vjeç, ban 11, unë kam fillu qysh 6 vjeç me te. Ka dari pari, kam në foto, se unë kam zhvillu gjithë kampionatet e shkollave, unë i kam zhvillu, kam shumë vite që kam zhvillu. Tjetër a kja. Ta Shivoni ishte edhe në hodhën e Bashkisë Shkodër, një aktivitet masiv. Po tham diçka tjetër. Shkodra kushton rëndësi shahut, do ta pranojmë. Në shkollat e qytetit është hapur një projekt i ri, sipas informacionit. Ka elemente Jo, edhe një projekt që në shahun shkolla kam parasysh edhe një intervistë kolegut tuaj Eduard Hoxha, i cili e lançoi këtë projekt. Shika, unë të shpadel të pjesa jeme të se nësa fulla dhe pak, por gjithsesi, ty pa fund të me karrierë sportive, se s'mund të luj më sha, e ty dojnë këtë kontribut, unë kam marrë disa tituj në kombëtar, kam marrë tituj për shkakun në vitin 2016, FIDE instruktor, dhe ma instruktor FIDE, ta një që njifën më botë me i këtë termen, paka shumë vlerësohëm. Kam marrë tjetër mësaj, kam marrë FIDE FEA, FIDE arbitër i FIDES jam.
Ata e kam marrë. Sepse drejtoj, shkoj, kam mundësi me drejtu, dhe sa di me drejtu. Se s'po drejtoj me pas titut e mi, për satisfakcion temin, ka që ma shumë s'më duhet, ja mu të shumë s'më kam. Si jam përmëlujt ma lës vazhdimisht, lës në internet. Thuvet që sport shahut nuk ka, shahut s'ka mosh. Lës internet, të letë, kuptohet se menja nuk ka shmosh, s'punën si për para, por di ke gjën, i njeri që s'kjo bani, me di disa vite me të drejtën në shtatë, me të i ratë, po thotën që bëj, thotën në kontroloj vetin, kontroloj trunin, a jam gjenja, s'jam gjenja. Ana fizia më kalon, bëj problema shahut, edhe thëmë, ke kam regull prep. Kur arrinte të zgjidhte problemet... Po i zgjidhi problemet, thotë ka kam regull prep. Kurse anë fizikës, mund kështë betër atë. E so kja është, ku di... Profesor, kujtimi interesante, por... Di që nga shkurta, do shme thonë shumë ma tepër, po ka shpërmdojnë kohë, ka shkam kujtese nun. E rëndësishme është që edhe sot në këtë moshë 74 vjeçare ju jeni shumë aktiv dhe kam parasysh... Unë sot prep kam ekip që shtervis të qana kulturore fëmijëve, kam fëmijët që më nëjë si janë me talent. A i që e me talent, unë kam që e nimoj, me thonë drejten, e nimoj. Si janë bashkëpunimet, marrëdhëniet edhe me sekretarin e përgjithshëm të Unionit Shajistik Verior, Eduard Hoxha? Po shkaj ka... Dikur me herët ka qenë? Shika, si e problemi, këto të shti jena kriju tërë vene që kanë mundësi fëmija për shtërvitje. Ashtë një të Erion Temali, që për me e përshnes, të Unioni Shajistik Verior prep ka disa fëmijë që shtërvitë dhe edhe të unë të qene kulturore. Gjanë gjithë janë disa vëne ku të dojnë me shku, ata kanë rrugën e hapën. A i që ka qef, sot janë mundësit. Dikur s'kanë kënë mundësit, me folë këtë. S'ke pas asë një libër shahut ka kënë, do shta ta duk se ke gjithë gjatë tja zakur që libri sa ku gjanë, sot janë me milione libra, me milione mundësit në internet gjithkun, vetëm që a që s'mundet, mësë nëjë. Ka disha, jo gjithë kush mund të bëna shahist, mund të vinë aty të unë, e shaf një muj, 2 muj, 3 muj, e shaf që mund të thëmë atë fjallën shkodane, nuk ka mjekër për qabe, që që dhe të imi shkëputët, se nuk ecë. Pa ka shumë, edhe për informacion të publikut, qëfar duhet ketë një djaloshëri që të merret me shatë, cilët janë disa nga elementet që ju i kërkoni me thënë drejtë shikatë, ata që i zoërsia, intelekti, pa tjetër. Kam kohë që merrem edhe i psikologjisë, edhe fëmijët. E shef, ky bëhet, ky s'bëhet. Bile në një fëmijë që e shef kështu, tham ky as për shkollë s'është. Se shef duhet mu, ka disiplina ty, do të menosh, do të zgjidhesh, do të... ka në psikologjie, ka në teori, ka në shkencore, ka gjithë shah loja shahut, nuk ka vetëm... po në zgurt. Janë, a pjesë për ti, ka shumë gjana sa, s'mu të ketë asë për tjetër. Po thëmë që ndoshë atë fundit, që po më kujtohet e fjalla ati Alek Shapalikut, mikut, i ati që i ka thonë. Se na meshim me shah, po s'kishim një përfitim. Gjithë mua ndoshta me hujë delshim. I ka pas tani ati, si mas fush, ashtë në faka. Futbolli ka të malë fushë, ka në fakt malë. Fillon basketbolli pak ma poshtë, në të shaj, a fushë shumë e vogër, shushi me jetë të fakët të për e vogër. Profesor, ishte knasi e veçantë që sotëm në vëmendje kujtimit tuaja të karrierës sportive si sportist, por më shumë dhe si trajner. Ma shumë si trajner, si sportist, po tham jam pak i vonë, jam i vonum, po jo se s'kam lujt, kam pas, kam mujt rritar kërësorit, kam mujt Karkanaqën, një rast, kam mujt, ku di, e nështë që shërake, po kanë kënë të vezën atë kohë, s'mund të përmendin diken që kam mujt, kja kërësor, po ka pas moshën e vogël, a kuptan? Gjithsesi, karriera sportive ju e mbi 50 vite në sportin e shahut meriton respekt dhe nda ishte kjo arsyet që sonte ishit në emisionin ton histori sportive që themi me plot gojë ishte kënaqësi dhe ju kushtua tërësisht sportit të shahut në aspektin personal të Bernard Lekës, por në tërësi duke marrë përsipër edhe një tip historie të këtij sportit, sepse në mënyrë nuk e kemi komentuar edhe shumë. Jemi vozhlik këtij sportit dhe përmes kujtimeve tuaja ne plotësuam disa brenda. Me klasi ardha, kam ne gjallë. Profesor Bernard, edhe njërë falenderit që ishit me mua në këtë emision dhe shikuesit tanë të nderuar që në ndoqit në këtë emision histori sportive që ishte tërësisht për sportin e shahut. I falenderojmë që në ndoqit në këtë emision dhe i premtojmë që në ciklit e ardhshme histori sportive do të jetë me të tjera sport dhe me të tjerë individ dhe personazhe të spikatur. Në mbyllje nga unë Gaspar Marko, përshëndetje përmbysëse, miu takoshim në emisionin e radhës. Te atëherë mirupafshim.